Dashi hëna do ju bëj mjaft të ashpër gjatë kësaj dite dhe shpesh nuk do logjikoni për veprimet që do ndërmerrni. Mund të reagoni me impuls dhe të thoni fjalë që më vonë do ju pendohen. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të gjeni gjuhën e duhur për të komunikuar me partnerin, sepse një keqkuptim i vogël mund të ndesë konflikte pa mbarim. Kujdes me tonin dhe mënyrën e të shprehurit. Ju beqarët do keni vetëm disa takime të zakonshme dhe do mbeteni sërish vetëm. Ende nuk ka ardhur dita juaj me fa. Demi do jeni shumë këmbëngulës gjatë kësaj dite, por është e këshillueshme të mos i besoni verbërisht askujt. Shpesh personat që duken më të qetë dhe të heshtur mund t'ju sjellin problemet më të mëdha. Nëse jeni në një lidhje, gjithçka që keni dëshiruar do ju plotësohet dhe do ndiheni më mirë se kur më parë. Partneri do ju qëndroj pranë në çdo moment dhe do ju mbështesë pa kushte. Ju beqarëve jeta do ju ndryshojë rrënjësisht pas një propozimi të rëndësishëm që do ju bëjë dikush. Në punë do binjakët planetët do u ndriçojnë mendimet gjatë kësaj dite dhe do veproni saktësisht ashtu siç duhet. Ju që jeni në një lidhje do tregoheni bujar dhe tolerant me partnerin, duke i dhënë më shumë liri. Ai do e vlerësoj këtë sjellje dhe do di si t'ua shpërblej. Përgatituni për një mbrëmje të zjarrt, ju beqarët nuk duhet të thurni ëndra të paralizueshme, sepse vetëm do e lëndoni veten më shumë. Është koha të ktheheni në realitet dhe të bëni durim. Në punë do inkurajoheni nga kolegët dhe gaforja gjatë kësaj dite do jeni në humor të mirë dhe të gatshëm të bëni edhe ndonjë çmenduri të vogël. Ju që jeni në një lidhje do e keni të vështirë t'i rezistoni tundimeve dhe ekziston rreziku që të tradhtoni partnerin që në mesditë. Kjo do ju hapte lashe të mëdha dhe do i vuani pasojat për një kohë të gjatë. Ju beqarët do ndikoheni te mase nga mendimet e miqve dhe do i pyesni ata për çdo vendim. Në punë nuk keni arsye të ankoheni, pasi shefat ju kanë krijuar të gjitha kushtet për të ush. Luani sot, gjithçka do ju duket e vështirë për t'u menaxhuar dhe her pas here do mendoni se nuk jeni të aftë. Këto janë vetëm mendime kalimtare. Ju që jeni në një lidhje do ndiheni të turbullt dhe nuk do dini çfarë hapash të hidhni. Është më mirë të mbani pak distancë nga partneri derisa të qartësoheni, sepse kjo do ju bëjë mirë të dyve. Ju beqarët do takoni personin që keni ëndërruar prej kohësh dhe do hyni në një etapë të re të jetës. Gjithçka do ju duket më pozitive. Në punë duhet t'ju qenë. Virgjëresha gjatë kësaj dite nuk do ndiheni të kënaqur me arritjet tuaja dhe do kërkoni gjithmonë më shumë. Për ju që jeni në një lidhje priten ndryshime të mëdha. Do jeni më të hapur dhe komunikues me partnerin, gjë që do ju ndihmojë të sqaroheni për çdo keqkuptim. Ju beqarët do filloni një jetë krejt ndryshe fal takimeve të mahnitshme që do realizoni. Në punë do merreni vesh shumë mirë me kolegët dhe mund t'ju propozoni një bashkëpunim më të fortë për një projekt të rëndësishëm. Shëndeti do Peshorja ditë plot ndriçim ka për të qenë kjo e sotmja. Zemra do ndihet e qetë dhe do jeni më optimist se zakonisht. Nëse prej kohësh keni kërkuar harmoni në jetën tuaj në çift, sot do arrini ta gjeni atë. Do habiteni edhe vetë se si gjërat do ndryshojnë në mënyrë kaq pozitive dhe sa natyrshëm do rrjedh gjithçka mes jush. Ju beqarët nuk do ndiheni ende gati për të pasur ditë në krah dhe do preferoni të qëndroni vetëm, duke shijuar qetësinë tuaj. Në punë do ngarkoheni edhe më shumë se ç'e kishi. Akrepi gjatë kësaj dite dashuria dhe marrëdhëniet shoqërore do jenë në qendër të vëmendjes. Nëse arrini t'ju jepni rëndësinë e duhur, do ndiheni më të gëzuar dhe më të plotësuar. Ju që jeni në një lidhje do kaloni një ditë shumë të bukur. Partneri do ua plotësojë dëshirat dhe do ndiheni më mirë se kur më parë. Ju beqarët do dashuroheni me shikim të parë me një person të ri në ambientin e punës dhe do arrini t'ia shprehni këtë ndjenjë përmes shikimeve dhe gjesteve të vogla. Në punë do luftoni. Shigjetari gjatë kësaj dite do jeni më të ndjeshëm se zakonisht dhe kjo mund t'ju sjellë pa kënaqësi ndaj të tjerëve. Çfarëdo që të ndodh, ruani qetësinë dhe mos flisni pa u menduar mirë. Për ju që jeni në një lidhje, klima yjore do jetë e ekuilibruar gjatë gjithë kohës.
Do dashuroheni me pasion me partnerin dhe mund të vendosni të realizoni një dëshirë që e keni pasur prej kohësh. Ju beqarët nuk do jeni ende gati të ndryshoni statusin, edhe pse mundësitë që do ju shfaqen do jenë vërtet të sehërka. Britsjapi gjatë kësaj dite marë si do nxis edhe më shumë besimin tuaj në vetvete. Do tregoheni të logjikshëm dhe do dini saktësisht kur dhe si të veproni. Për ju që jeni në një lidhje, kjo do jetë një ditë e begat, plot ngjyra, gëzim dhe emocione të forta. Do përjetoni kënaqësi të pafundme pranë partnerit. Ju beqarët do ua kushtoni kohën e lirë miqve dhe nuk do e keni mendjen për të nisur një lidhje serioze. Në punë synimi juaj nuk do jetë thjesht kryerja e detyrave, por kalimi në një stad më të. Ujori atmosfera e kësaj dite do jetë elektrizuese dhe her pas here e zymë. Shumë gjëra nuk do ecin sipas parashikimeve tuaja. Ju që jeni në një lidhje do keni disa konflikte të vogla, por fatmirësisht pa pasoja serioze. Në mbrëmje gjithçka do sqarohet dhe qetësia do rikthehet. Ju beqarët do dashuroheni kokë e këmbë me dikë dhe mund të fiksoheni pas një personi të vetëm. Në punë do ju besohet detyra e mbikëqyrjes së të tjerëve. Edhe pse do e keni të vështirë sidomos me kolegët e vjetër, do je. Peshqit sot do ndiheni të aftë të lëvizni edhe male për të arritur qëllimet tuaja, por gjithmonë do tregoheni të kujdesshëm dhe nuk do nxitoheni. Për ju që jeni në një lidhje, dita do jetë e mbushur me pasion. Do përjetoni ndjesi të reja që do ua shtojnë dëshirën për të jetuar dhe për të dashuruar më fort. Ju beqarët do realizoni takime shumë të veçanta dhe do hidhni hapat e parë drejt krijimit të një lidhjeje serioze. Në punë Mërkuri do jetë planeti më favorizues dhe do ju ndihmojë t'i përshpë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.